Hajde. Shenja e parë edhe që të shë mas shumë të si para është virgjëresha, mandi është bricjapi, e kemi demin edhe si përfundim akrepin. Virgjëresha të shë si para për arsye që virgjëresha llogarit shumë. E ka të rëndësishme nëse e ka një person pranë vetës me e pa edhe si investim, me e pa edhe si diçka që i ndihmon asaj me mbri sukses ose me fitu pare. Po virgjëresha e ka një rrezik që në momentin kur nuk e lidh më puna me atë person, mundet thjesht me e largu prej jetës vetë dhe thjesht nuk e llogarit më. Mandej fillon me kriju një lidhje me dikën që mundet me i sjell tash suksesin e ardhshëm. Po. Ndoshta në punë të shesë sukses, por kështu si para nuk është që më duken fort virgjëreshat, nuk e di po çuditen pak. Shet. Sa i përket kësaj. Në shoqëni, sidomos shoqëninë ka të rëndësishme me pas një person që përveç shoqërisë me i ndihmu edhe me mujt me përfitu prej atij personi edhe në sukses. Me i pas 2 në 1. Mirë. Pastaj është bricjapi. Bricjapi ka të rëndësishme me pas pranë vetës një person që e shes si investim në të ardhmen. Për arsye që bricjapi është i fokusuar shumë të suksesit të karriera, ka të rëndësishme me pas pranë vetës edhe një person që është shumë punëtor, shumë person që ka ambicie dhe është i fokusuar në karrierën e vet, që në fund të fundit me pas të dytë suksesin edhe mos me mbajt vetëm bricjapi atë barën, se bricjapit veç se i shkon krejt jeta tu e pas barën e familjes, barën e njerëzve që i ka pranë vetës, kështu që e ka të rëndësishme me pas pranë vetës një person që mundet me fitu parën e vetë. Mandej është demi, për arsye që demi kërkon shumë stabilitet, e ka të rëndësishme me i pas pranë vetës njerëzit që veç se janë financiarisht stabil, edhe mundet me i ndihmu edhe demit që me pas atë stabilitetin financiar. Kjo është të rëndësishme për demin shumë për shkak të stabilitetit. Mandej është akrepi, për arsye që akrepi shumë shpesh e gjen veten të fokusuar dhe të thellum në reputacion. E ka të rëndësishme që krah për krah vetës me pas qoftë partner, qoftë vetëm dikush që e konsideron shoqëni të afërt, e ka të rëndësishme me qenë një person i ngritën. Që me pas mandej peripeti që aja sjell jeta, me i pas paka shumë të thjeshta dhe të kalueshme për arsye që ka pranë vetës një person që ka. Po, që ka pare. Po, që ka pare dhe mundet mja lehtësu jetën. Tjetër, veç këto shenja janë ato që sillen kështu rreth parës. Ndërsa shenjat që janë të fokusuar shumë a shumë vetëm në gjendjen e vet emocionale, çka ju thot gjendja emocionale, që me qenë me një person pranë është gaforja, janë peshqit edhe shigjetari. Gaforja, peshqit edhe shigjetari janë shenja që nuk ju intereson. Nuk ju intereson, mundet me u dashuru me një person ose me kriju një lidhje shoqërore tepër të fortë me një person që ndoshta nuk ka parë, ndoshta nuk ka karrierë shumë të zhvilluar, po mjafton që ata e ndjejnë. Nga këta të famshmit, ndoshta kush është bricjap, a mundesh me ditë se ndoshta mas je vet bricjap, këta që kanë pare shumë, po mendoj se. Tash s'pe di kush ka pare shumë, po një që më ranë mend kështu që është figurë publike, këngëtare, di që është Arta Bajrami. Arta Bajrami? Është bricjap, po. Prej dikuj tjetër nuk pe e di. Në botë? Jo, shkova shumë lartë. Jo, nuk jënë të më kujtu. Okej, s'ka problem nëse s'kujtu, se edhe unë i kom ditë, po. Edhe unë i kom ditë e vish s'mu kujtojshen, se zakonisht të membra nuk është shumë edhe shumë. E di që Miley Cyrus është shigjetar. E kemi Miley Cyrus shigjetar, po jo, për bricjap në rësë të më kujtu. Edhe pse e di që ka shumë fyrat e njohura që janë bricjava, për shembull dhone te dhe e tjerë. Fatbar dhone te, fyrat njohura. Publika. Po jo, s'ka problem, sepse zakonisht du me ditë për shembull tek virgjëresha, tek bricjapi, sa i përket ftyrave publike, kush nga ftyrat publike janë ndoshta këto që e dojnë